Kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, zhvilloi të hënën takimin në Durrës ku ka prezantuar kandidatët e koalicionit Shqipëria Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Në fjalën e tij përpara drejtuesve të Partisë Demokratike, antarëve, simpatizantëve, ish drejtuesve ndërvite, Berisha theksoi në fjalën e tij se në Durrës u zhvillua disfata e parë e Edi Ramës. Ishte java në të cilën ju, opozitarët dhe opozitarët, që përjetuar 12 vite një regjim narko-diktatorial, një regjim që varfroi dhe shkretoi Shqipërinë më shumë se çdo pushtim tjetër. Qytetarë të fitores. Në rrugët e Durrësit, në sheshet e tij, në fshatrat e këtij qarku, e fitores tuaj, tuaj nga shpirti, tuaj nga zemra, e njerëzit e tij, njerëzit nga poshtë sinqeritet. Se këtu në Durrës, filloj, këtu në Durrës, në një nga sallat të Durrësit, u zhvillua disfate e pare e Edi Ramës. Më herët, gjatë momentit të mbritjes në qytetin e Durrësit, ku është pritur nga simpatizantë të shumtë, kryetari i Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berisha në një prononcim për Adrianet Televizion u shpreh se ka ardhur momenti i ndryshimit të madh. Çelet fushata e Durrësit blu, e Durrësit fitores, e këtyre qytetarëve të mrekullueshëm, të cilët duhet të ndahen nga një keqje e madhe që Durrësi dhe Shqipëria ka përjetuar këto 12 vjet. Berisha foli nga Durrësi për përgjysmim taksash, politika stimuluese dhe favorizuese për rikthimin e shqiptarëve nga diaspora me qëllim zhvillimin e vendit.